Ja, unë jam afër një idhullit tim që si studente kam parë edhe në shfaqje në Shkup, po edhe idhull i teatrit, i filmit, bashkë me mua është Ndriçim Xhepa dhe paksa kam emocione për shikuesit tanë, i them përshëndetje të përzemërt ikonës son, artistit tonë të madh Ndriçim Xhepa. Falenderoj për fjalët e tua, konsideratat. Kënaqësi që takohemi bashkë. Kjo është kryesorja. Nuk janë këto. Jemi shëndoshë mirë. Ne jemi të një profesioni. Mbas 20 viteve takohemi. Unë vite pune ti më pak, por jemi të gjithë të skenës, të filmit. Kështu që quhemi kolegë, flasim si kolegë. Jemi kolegë, por ndonjëherë kam qenë si studente, të kam parë në skenë dhe gjithnjë disi keni ngelur si një idhull të them është e pak, një ikon e teatrit, një artist i skenës që më frymëzonte si e re që isha, të them para 20 e disa viteve, tani më kanë kaluar ca vite dhe tani... Bëhet fjalë për vitin 95, ha? Po? Po, kur kam qenë në Shkup me performancën premierën e Mbretit Lirë të vënë në skenë nga Vladimir Milçin dhe me gjithë kolegët e mi të Shkupit, duke filluar nga Bajrushi, Refeti, Bebiu, Qerivi, e një seri aktorësh të tjerë, me Teutën, me... Ju kam unë duke... Jo, unë kam qenë në atë premierë, kam qenë vetëm. Pas e kanë qenë Amer Nisi, kanë qenë një dorë nga... Jo, e motra, Agnesa, ka qenë në rolin e Cordeliës. Një masë e madhe aktorësh të Shkupit, që ishte premierë, sigurisht premierë me për masat mëdha, dhe Shakespeare, dhe Mbretit Lirë, nuk është pak. Dhe unë isha për herë të parë, mysafir në teatrin e Shkupit, edhe i ruaj sot e gjithë ditën prapë kujtimet edhe kënaqësitë e asaj premiere, nga mënyra se si u punua me kolegët, me miqtë e mi të Shkupit. Edhe me maestro Milçin, ato gojën, plus kostumet i kishte Gjibi, një skenograf me vërtet shumë i talentuar dhe shumë burr i mirë, burr shumë i këndshëm. Edhe Blagoj Miçeski që ishte me kostumet. Dhe ky kombinim midis artistëve të themi shqiptar dhe maqedones në krijimin e këtij produksioni, unë them se ngelet një vepër e mirë, një opinion i mirë, një kujtesë e mirë për teatrin e Shkupit. Unë isha studente, viti i dytë, dhe më keni parë në rolin e mbledhërisë, Natalia Stepanova Çehovit, edhe një shfaqje tjetër, një pjesë të Richardit të Tretë, kur e luajta Lejdianën. Dhe kur erdha këtu, mendova se më keni harruar, por si duket është me murruar. Nuk të marruar, unë sa të pash, sepse është dhe vlerë e jotja kjo, se vetë konfiguracioni jotë ka ngelur i parafort, nuk ke ndryshuar shumë. Kjo që është dhe një vlerë e jote, që nuk je tjetërsuar shumë vetë në gjithë qenien tënde. Po shpirtnikisht ndoshta ajo jam që jam. Po normal është. Ne jemi artistë, ngelim çdo herë me. Mirë, unë të pash dhe ne takuemi këtu në festivalin e Dibrës. Jeni në komision apo në çfarë roli keni? Jo, jam në komision, kam qenë para 4-5 vitesh, kujtohet 5-6 vitesh, një juri në këtë festivali. Unë kam marrë për herë të dytë, por thjesht i ftuar nga presidenti i festivalit, nga kryetari i festivalit, ai që e bën këtë festival për 24 vitesh, këtu mora vesh që unë e dija diku ishte 23, por që ka edicioni 24, po bën, si thuash, gati një qerek shekull i këtë festival. Dhe kjo është vlerë e këtij zotërie që e ka filluar këtë festival dhe e mban për 24 vitesh në vazhdimsi, në një rrjedhë vitesh të pandalueshme. Dhe ky është presidenti i këtij festivalit, Ylber Nureddini, i cili prej ftesës tij, dashamirësisë dhe respektit tij, unë erdha me kënaqësi për të ndejtë thjesht shikues i premierave, edhe të pushoj paralelisht në Dibrën Simpatique, i ftuar dhe i respektuar nga Ylberi. Dhe ja, edhe fati im që të takoj
pas 20 e disa viteve. Edhe fati im që do të shoh sonde. Je me rol sonde apo jo? Nuk do jem me rol, do jem Ke nesër. në pozicione gazetare? Jo, edhe si aktor edhe si Krijosh gazetare, emision. të dyet. Edhe emision, Edhe rastisht të dole edhe unë. Rastësisht më dole edhe ti, po do luaj nesër. A nesër je me rol? Nesër unë jam me rol. Ja, pra, do sot shifëm nuk jem- atëherë, do të shoh. Po, do kemi. Çfarë bën Ndriçim Xhepa sot? Ndriçim Xhepa kaloi këto siç përgjithësi shumica e njerëzve që merren me artin kur në zonën e verës përgjithësi pushojnë, se edhe veprat janë të pakta në kohën e vapës. Teatri pothuajse stopon, ose shfaqjet rralla që dalin nga herë në ambiente të natyrës, amfiteatre etj, po ato që ne nuk janë se janë shumë të shpeshta. Filmi rrallë gjiron prapë në vap, në përgjithësi synon pranverën ose vjeshtën, është koha më mirë për xhirime dhe unë mund të jem në një film, jo mund, po do të jem me një regjisor cilin unë e kam bashkëpunime jo të pakta, rreth 6-7 filma kam bërë me të në harkun e 40 filmave, po 6-7 i kam bërë me këtë regjisor që quhet Spartak Pecani. Tashmë është regjisor karrierës, është rreth ke motra, po themi 7-3-4 vjeç. Por është regjisor që edhe gjatë ti 10-15 viteve të fundit ka bërë rreth 4-5 filma, domethënë nga gjenerata më e pjekur e kaluar e viteve të më përparshme është ke regjisor që po insiston dhe vazhdon punon. Do të jem në një produksion me të, në një personazh, ai ka si ngjarje, si temën e një kampi të dhimbshëm shumë, kampi të Belenës ka qenë quajtur në kohën e komunizmit, ku në përgjithësi aty çoheshin gratë të dënuar, fëmijë të dënuarve dhe ka qenë një kam shumë i trajtesave të këqija të pakujdesje me fjalë, pavarësisht se quhesh një lloj kampi si gjys kamp, si gjys burg, por që ka qenë kamp me pasoja shumë të dhimbshme sepse ka shumë viktima që kanë ngelur dhe domethënë trupat e tyre gjenden të varrosur rreth kodrave të atij kampi të Belenës që është. Aty do të kemi një personazh brenda njerëzve të dënuar të atij kampi etj. Mirë, të falenderit shumë, nuk do të marrë shumë kohë, relakso tani me kafen, pasi që spontanisht kja ardhur për qetësi të dibrës. Për të kakaon që po bimë këtu me... Pra ja, njërisi për shikuesit e televizionit Alsat, me ne ishte Ndriçim Xhepa.